Bashkia Pustec ka bërë çeljen zyrtare të sezonit turistik veror, me peizazhe të mrekullueshme, pasuri të ralla natyrore dhe një trashëgimi kulturore unike. Pusteci është gati të mirëpres vizitor nga e gjithë Shqipëria e mëgjerë, fal investimeve në infrastrukturë, përmirësimit të shërbimeve turistike dhe përkushtimit të komunitetit ton. Besojmë se ky sezon do të sjellë një rritje të ndjeshme të vizitorëve dhe një impuls të ri për zhvillimin ekonomik lokal, tha kryetari i bashkisë Pali Kolevski. Ka një kompleksitet me gjëra të cilat njerëzit mund të vinë edhe të kalojnë jo vetëm një ditë, por edhe më gjatë në bashkinë e Pustecit ose në Prespër, si themi në pjesën shqiptare të Prespës. Ky është viti i dytë, të cilët ne në mënyrë zyrtare e çelim me muzikë edhe me muzikë, me gatime tradicionale patjetër, që edhe gatimet janë këtu shumë të veçanta. Risi tjetër është edhe plazhi i ri i cili po ndërtohet. Turistët që do vinë do kenë gjitha kushtet atje, duke përfshirë ujin e pishëm, korrentin, pushimi me çadra ose edhe me makina të cilët vinë domethënë që për të kaluar një ditë ose dy. Jo vetëm që jemi shtetas fshinj, ne ndajmë edhe një liçen të përbashkët. Ne ndajmë edhe popullatë të përbashkët, jo vetëm maqedonasit, po edhe shqiptarët. Shumë nga shtetas maqedonas vinë në këtë zonë ta vizitojnë këtë mrekulli. Sigurisht do të kishim dashur që kjo gjë të zhvillohet edhe më tuqe me gjëra të tjera. Çelja e sezonit u shoqërua me një panair me prodhime të zonës. Ka peshkun e zonës që është krapi, ka cironka, ka mrena, tava e krapit, peshku pastërma, i bëjmë të gjitha ajo frojnë, që ka lidhje me peshkun. Çanta është tava e krapit në këtu në Pustec, si e përgatisni? E qep të gri, pak dekse, pak hurra, veç të bartë dhe peshku. Dashamirësit e natyrës, historisë dhe kulturës mund të zbulojnë magjinë e Pustecit, ku liçeni, mali dhe mikpritja bashkohen në një përvojë të paharrueshme.